Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat është shprehur se zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri përfaqësojnë farsën më të rëndë elektorale të 34 viteve të fundit. Berisha, i sapo kthyer nga Brukseli, ku mori pjesë në forumin e Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar, tha se kishte denoncuar para përfaqësuesve të Qendrës së Djathtë dhe institucioneve europiane vjedhjen masive sipas tij të votës nga ana e qeverisë Rama. Ai përmendi bonusin prej 100 euro për pensionistët, faljen e gjubave në masën 200 milion euro, punësimet dhe kultivimin e kanabisit në funksion të blerjes votës, si prova të manipulimit të zgjedhjeve. Në të gjitha këto takime, unë njoha bashkëbiseduesit e mi me vjedhjen e madhe të haptë dhe publike të votës së qytetarëve shqiptar nga narkodiktatori Edi Rama, dhe në këtë aspekt u paraqiten vendimet e qeverisë për bonusin famoz 100 euro për vot për çdo pensionist, vendimi i qeverisë për të falë 200 milion euro, kurse fatura e parë është 76 milion euro, punësimet, 10 mijëra punësime për vot, 10 mijëra hektar kanabis për vot. Janë këto akte të cilat rrëzojnë në mënyrë përfundimtare farsën elektorale të 11 majit. Pa llogaritur këtu ndërhyrjet e fuqishme të krimit të organizuar në 20 bashki të vendit dhe 10 qarqe. Partia Demokratike zhvilloi pas ditën e të premtes protestën kundër masakrës elektorale të 11 majit në bulevardin Zogu i Parë. Gjatë fjalës së mbajtur, lideri i opozitës Sali Berisha deklaroi se Partia Demokratike dhe opozita ka aleat të shumtë në betejën për votën e lirë. Mos mendoni se këto lajme nuk do të shkojnë në të gjitha kancelarit e Europës dhe botës, tha Berisha. Sot masakrën elektorale të Totorinos së Ballkanit apo El Chiapos së Ballkanit Edi Rama. Njoha miqt me të gjithë shkeljet monstruoze dhe binja e përgjithshme ishte se karrierja e Edi Ramës qëndron mbi krimin monstruoz të grabitjes dhe plaçkitjes së zgjedhjeve të qytetarëve shqiptar. Të dashur miq, Forumi Botëror i Partive të Qendrës Djathtë unë njoh me përdorimin nga Edi Rama të bandave më të rrezikshme të Shqipërisë, rajonit dhe Europës. Unë njoh me listën e kandidatëve të krimit me në krye Edi Ramën dhe vazhdon me Sara Milen, me Hoxhën e ministrin e krimit, me Taulant Ballën, me 10 kandidatë të tjerë të botës së krimit.